Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Tota, i bashkëshoqëruar edhe nga kryesuesi Simir Krasniqi, deputeti Kujtim Gashi, drejtor të ekzekutivit të Prizrenit, si dhe kuvendar të kuvendit, me rastin e fillimit të muajit të shenjtë Ramazanit, vizituan sot Këshillin e Bashkisë Islame të Prizrenit, ku pritën nga kryetari Valon Efendi Ibrahimi, kryeimami Orhan Bislimaj dhe bashkëpunëtor të Këshillit të Bashkisë Islame, me që rast u përsollën urimet më të përzemërta të gjithë besimtarëve musliman. Qoftë ky muaj i bekuar një periudhë reflektimi, solidariteti dhe afrimi mes njëri tjetrit. Le të na shërbej Ramazani si frymëzim për më shumë mirëkuptim, humanizëm dhe vepra të mira në shërbim të familjes dhe shoqërisë sonë. Uroj që agjerimi, lutje dhe sakrifica juaj të pranohen, ndërsa në shtëpitë tuaja të mbizotroj paqja, shëndeti dhe begatia, shkruan kryetari Totaj. Liri, me ju në çdo iftar.